nuk kam shku asnjëherë jashtë vendit. Edhe sikur të kisha shku për një periudhë kohore, nuk kisha më jetu atje. Deri në 2000 kg kam arrit me nxjerr prej tyre. Vlerë monetare i ka diku rreth 5000 euro vetëm vitin e kaluar. Duke qenë se jemi në pjesën e kufirit me malin e zi pothuajse, dhe nuk kemi qenë shumë të pasur me toka, ma shumë partonin marrë me blek të ri dhe me pemë të ri. Dhe kësisojt prind duke qenë shumë këmbguls, që ne të shkolloheshim dhe të mos dilnim jashtë, sikur na është mbjell në ndërdijen tonë që këtu na ka falë Zoti dhe këtu duhet ta bëjmë jetën dhe vdekjen. Dhe kësisojt i kemi ndjek, si më thonë, udhëzimet edhe këshillat e prindve, edhe të gjithë, edhe vllazërit, edhe motrat, të gjithë, më thonë, kemi mbaru fakultet, kemi studiu dhe e kemi lidh jetën pikërisht me këtë vend. Unë kam diplomu në vitin 1994 dhe si student i takoj periudhës që mendoj që është koha më e vështirë e jetës në Kosovë. Pra në 89-90, ku kanë fillu protestat e para dhe greva minatorëve, aty janë hapat e parë tonë, aty është rrugtimi ynë në kam dhe në Prishtinë, në mbështetjet minatorëve. Pastaj demonstratat e vazhdueshme në Prishtinë, të cilat mund t'i kuptoj vetëm ai që i ka përjetu vetë. Mirë po, sikur na kanë kalit edhe shtu moralin, jo që jemi dërzu, po kemi qenë edhe me këmbguls, jemi lidhur edhe më shumë me këtë tokë. Pas mbarimit studimeve jam angazhuar në shkollën teknike Shaban Spaheu, kam punu deri në kohën e luftës, deri në vitin 1999, ku si shumë si mëdhënës tjerë, nuk kam pranuar se të paguam asnjë cent. Kam punu në mënyrë vullnetare dhe mund të them se dëgjoj në media shumë herë që përmendet që jo shkolla po drumove, jo shkolla ashtu kështu. Unë mendoj që ka qenë shkolla më serioze e mundshme në atë kohë, duke mos pas mbështetje as prej ministrie, as prej DKA-s, po mbështetjen e kemi pas të besimit e vullnetit jonë dhe të mbështetja kolegiale. Pra plan programe, realizimi plan programeve, shpjegimi i mësimeve, mungesë librave. Veç ne e dim në çfarë forme është organizuar mësimi. Dhe me gjithë mangësitë e veta mendoj që ka qenë një bazë e fortë për të vazhduar pas luftës. Nga vitin 1993, kur jam angazhu, edhe deri dita e sotshme, nuk jam shmang asnjëherë nga mësimi. Nuk kam shku asnjëherë jashtë vendit. Edhe pse shumica e gjeneratës time, me mezve mi, edhe qoftë vitet e 90-ta, qoftë deri në 99, e kanë lëshu vendin, unë asnjëherë nuk e kam menduar gjë. Edhe sikur të kisha shku për një periudhë kohore, jam shumë i bindur që nuk kisha më jetu atje. Pastaj njëjtën gjë e kam përcjell pas mbarimit të luftës, edhe të fëmijët e mi. Pra, që të tre kanë mbaru fakultetet, kanë mbaru dhe master, që të tre punojnë, angazhohen. Asnjëri prej tyre nuk e ka idenë që duhet dhe mund të jetohet edhe jashtë. Pra janë lidhur prapë me vendin këtu. Edhe pse e dim çfarë është jeta këtu, e dim çfarë është standardi këtu, ne jemi të mjaftueshëm me punën dhe jetën që bëjmë këtu. Pra e kemi punën, i kemi bujqësinë, e kemi rrethin familjar, i kemi njerëz, e kemi jetën këtu. Para 5 vitësh që themi, përmes Nehat Bayraktarit që ka qenë si koordinatori ose si njeriu i parë i ndër të parë që ka kultivuar mjetrin këtë trev, pasi ka hap pikën grumbulluese, është ardhur dhe më ka propozuar, me qenë se kemi qenë bashkëmoshatar këtë rrugtimin që e përmend edhe më herët nga vitet e 90-ta. Edhe unë pranova me shumë me dyshje në fillim, duke mos pas informacion të mjaftueshëm as për përfitimin, as për dobinë, as. Po me qenë se kisha këtë tokën e pjerë dhe nuk është e lehtë kultivimi diçka tjetër, atëherë thash pse jo ta provojmë. Mirë po, domethënë që nga viti 2022 kam filluar domethënë për të parën herë, tash është viti i 4 i tyre dhe besoj që secilin vit kam dalë më mirë e më mirë. Tash domethënë veç edhe kem përvojë më shumë. Dhe sigurisht që asnjëra prej këtyre që i përmendej deri tash pa mbështetjen e prindërve në radhë parë, edhe më shumë të shoqës, bashkëshortës, sigurisht që nuk kisha më realizuar, si një njeri vetëm s'mund t'i bëj punë. E të fëmijët ndoshta i kam ngarkuar më shumë se sa duhet, sepse ata njëherë studimet, pastaj edhe punën që kanë me orar gjatë, po nuk na kanë lënë vetëm asnjëherë. Në çdo moment i kemi pas afër vetes. Hapësirë kam 20 ari, edhe deri në 2000 kg kam arrit me nxjerr prej tyre, që dikun vlerë monetare i ka dikun rreth 5000 euro vetëm vitin e kaluar. Po në sin fshat unë tentoj mi pas gjitha, pra përpos mjedrës, nuk e di çka tjetër prej pemëve nuk kam mjellën. Domethënë me mollë, me darë, me kumbull, me vishnje, me arr, me vojs, me
nuk e di çka s'kam tjetër. I mbaj gjithat. Kam edhe një numër të vogël të pulash, cilat i kam për konsumim brendshëm dhe zakonisht i kam zgjedhur një racë pak më të mirë që më kënaqë kur është dikush. Ajo që motivon më tepër është që unë punoj këtu në tokën time, pa marrë leje dikun, pa murdhru dikush. Dhe ajo që më bën edhe më tepër të lumtur është që nuk kam mendu me shku te milionat. Po kam mendu kur të kthena prej punës, unë në tavolinë me pi kafen me anëtarët e familjes, me lojnat që i bëjmë, si ka hije një familje shqiptare. Nuk muj pa e potencu një shqetësim të madhin, edhe si mdhënës, edhe si vllai dëshmorit, edhe si shqiptar thjesht. Ikja djemve larg, kërkimi një jete në perëndim, siç po na ndodh çdo ditë, domethënë shkuan shumica e trinjve. Unë nuk e di cili është koncepti i mendimit për një jetë më të mirë. Ku ka jetë më të mirë se sa në vendin tënë, aty ku ke lind. Cili është çmimi që mund ta paguaj jetën më mirë se sa çmimi, se sa buka që hanë sofrën në shtëpi me familjen tënde. Unë po i shoh, kam rast për shembull me taku njerëz të moshuar që shumë herë ma përmendin atë derën, domethënë plakut e dera. Ata dalin e presin derën, shqyqojnë për dritare, ku janë fëmija, mendojnë për ta. A mendojnë ata vetë nesër pas nesër kur t'i kenë fëmijët e tyre? Si do ta ndjenin vetën po t'ishin larg tyre? Atëherë cili është problemi për prind? Paraja? Gjithta nëse blihen me para, dashuria dhe afërsia familjare nuk ka çmim. Ajo është vetëm aty. Prandaj quhet gjiri familjar. Secili njeri s'pari duhet t'i parashtrojë qëllime një jetë vetvetes. Cilat janë qëllimet e tij, çka do të arrijë në jetë. Qëllimi im ka qenë shkollimi, e kam mbaru. Qëllimi im ka qenë krijimi i familjes dhe rritja e fëmijëve, e kam mbaru. Qëllimi im kryesor dhe parësor dhe mbi gjithçka ka qenë shërbimi ndaj atdheut. I mundu me bën tana format e mundshme. Nëse fëmijët sot e shohin perspektivën jashtë dhe jo këtu, unë vlerësoj se është e gabueshme. Pse është e gabueshme? Vetëm duhet njeriu të mendojë diçka në tokën e tij, në rrethin e tij familjar, në vendin, në komunën e tij, në shtetin ku jeton. Cila është ideja më orë deri një përfitim deri një jetesë? Se këtu ka punë të mjaftueshme, për çka do. Derisa arriju në 20 orë më nxjerr 5.000 euro me mjedër. E dikush që ka tokë edhe më shumë, sidomos këta që jetojnë nëpër fshatra. Mundësitë janë të jashtëzakonshme. Krejt çka është te morali. Pra, a je në gjendje që të mendosh për vendin tënd, të mendosh për familjen tënde, të zgjedhësh një profesion të qelluar, ti përkushtohesh me kujdes të madh, sigurisht që përfitimet dhe interesat kanë më shpërbly në fund. Unë jam Halil Elezaj, përndryshe jam nga fshati Radhas, komuna e Pejës. Përpas profesionit si mësimdhënës, unë merrem edhe me kultivimin e mjedrës.